Sot jemi në një vend të shenjtë në Spanjë, ku gjenden eshtrat e mbretëreshës sonë Donika Arianiti Castrioti, mbretëreshës gruas bashortes së mbretit tonë legjendar Gjergj Gjon Castrioti Skënderbeu. Këtu gjendet dhe varri i nipit të mbretit tonë Gjergj Castrioti, më jep pak ta shohim nga afër, ku mes të tjerave shkruhet është në spanjisht. Këtu gjendet Alfonso, i biri i të famshmit Gjergj Castrioti, rei de Albania, pra mbreti të Shqipërisë. Atë që shumë herë hapen polemika, që nuk ka asnjë dyshim për gjithë botën, Gjergj Gjon Castrioti është mbreti ynë, dhe kjo është e sankcionuar dhe gjë e pa diskutueshme tashmë. Pra është ato e quajnë i biri, por është në fakt nipi i mbretit ton Gjergj Gjon Castrioti, i biri i Gjonit të dytë, dhe gjendet i varrosur këtu, në këtë kishë të shenjtë të Venecias, që është në të vërtetë santuari i Shën Trinitas në Valencia të Spanjës. Ai pati një fat shumë të rëndë, pasi në moshën 15 vjeçare Alfons Castrioti, pra nipi i mbretit ton, u vra në një luftim, në një duel këtu në Valencia të Spanjës. Ja ku është ikona që për herë të parë po e shihni të regjistruar në një video, pasi na lan një lejë të posaçme për ta filmuar. Dhe kjo është ikona të cilën Donika Arianiti Castrioti nuk u nda asnjëherë nga kjo ikonë deri ditën e saj të vdekjes, dhe e mori me vete dhe në banesën e saj të fundit këtu në këtë santuario. Ne sot këtu përkujtojmë dhe për vjetorin e vdekjes së mbretëreshës Donika, e cila vdiq në vitin 1506 këtu në Valencia të Spanjës. Ajo është e varrosur pra këtu në paretin e djathtë, na thanë dhe këtu në krahun e djathtë të ikonës, dhe nga kjo ikonë pra nuk nda asnjëherë, megjithëse ajo kishte mundësi që të jetonte në Itali, ajo nuk e bëri, pasi kishte të gjitha të dhënat e mundshme. Ja merrit të lutem telekamerin qik. Ishte e mundur që ajo të vazhdonte të jetonte në Itali, pasi ajo ishte pronare në atë kohë të disa pronave që i kishte lënë burri i saj, të cilët kishte fituar në kohën kur ndihmoi Ferdinandin e Napolit, siç ishin Monte Sant'Angelo, por edhe San Giovanni Rotondo, ishin pronat e tij, por ishte edhe motra e një njeriu shumë të famshëm për kohën në Itali, që ishte Konstantin Arianiti, i cili ishte një njeri super i pasur, një njeri super potent në Itali, dhe ishte në këmbës i Massimilianit të parë, por ajo nuk pranoi të qëndrojë në Itali, pasi nuk kishte më besim që në momentin që në Napoli i vodhën armët e mbretit ton, armët e Gjergjit të Madh, dhe nga një moment Donika mbeti zemërthyer, pavarësisht se kishte edhe një pension 1000 dukatësh në Napoli, të dhënë nga mbreti i Napolit. Ajo vendosi që të largohej. Dhe në vitin 1501 na lajmëron kronisti i asaj kohe, që ishte ambasador i Venecias në Napoli, në mbretërinë e Napolit, që ishte Francesco Morosini, na lajmëron që me 11 janar 1501 Donika niset nga Italia, nga Napoli, pra, dhe vjen këtu në Valencia së bashku me mbretëreshën aragoneze Giovanna III. Dhe ajo këtu në Valencia do qëndroj duke kaluar vitet e fundit, 5 vitet e fundit të jetës saj, deri në vitin 1506. Por ajo që është e sigurt është që Donika mbylli syt dhe ndroi jetë këtu në Valencia të Spanjës. Por ajo që është enigma sot, akoma pa zgjidhur, është ajo e eshtrat të mbretit ton Gjergj Gjon Castrioti, ku janë vërtet. Nëse ne do kthehemi pak mbrapa disa vite përpara se të vinte në Spanjë, ajo nuk mund t'i lejte që eshtrat e mbretit ton të binin në duar të barbarisë otomane. Prandaj ajo është shumë e mundur që t'i ketë zhvarrosur eshtrat kohë mas vdekjes, pasi
kushdo që abuzon me vendin ku ai është varrosur, ku mbreti jonë është varrosur, është një keqdashës, pasi dihet që ai ka vdekur në Lezhë me 17 janar 1468 dhe është varrosur në kishën, në katedralen e Shën Kollit në Lezhë. Por ka shumë keqdashës që interpretojnë në mënyra të tjera. Por mas vdekjes së tij, turqit po afroheshin, Shqipëria po binte në pushtimin otoman dhe për këtë Donika vendosi që të zhvarrosë Eshtrat dhe t'i marrë me vete. I mori në shtektimin e saj në Itali. Së bashku me Gjonin e dytë, djalin e Skënderbeut, i cili u kthye prapë për të fituar edhe një herë lirinë e vendit të tij në vitin 1481 dhe për 4 vite luftoi, por në vitin 1884 ishte pamundur që ndresa do dërohej të rikthehej përsëri në Itali. Atëherë Donika kishte armët me vete dhe sipas dëshmitarëve okular të asaj kohe ajo kishte edhe një kuti të mbyllur, një kuti të cilën nuk e hapi asnjëherë gjatë gjithë jetës së saj, por e merrte kudo që ajo transferoi. Dhe këtë e mori me vete dhe këtu në Spanjë, pra në Valencia, dhe këtë e dëshmon dhe shoqëruesja e saj, që ishte mbesa e saj, që është Maria Zardara. Maria Zardara na dëshmon këtë fakt që ajo kur nuk u nda nga ky sundyk, me fjalë nga kjo kuti e mbyllur në mënyrë hermetike, të cilën kudo që ajo zhvendosej e merrte me vete me shumë dashuri. Dhe ka shumë gjase që këtu, pra, në këtë vend ku gjenden eshtrat e mbretreshës son Donika Arianiti Kastrioti, të gjenden në banesën e saj të fundit dhe eshtrat e mbretit ton Gjergj Gjon Kastrioti. Këtë mund ta vërtetojmë vetëm nëse shteti shqiptar lëviz dhe kërkon që një ditë eshtrat e të paktën mbretresh që e di me siguri që janë këtu dhe të nipit të heroit ton kombëtar Gjergj Gjon Kastrioti që gjenden këtu, ti riabdesojmë, pasi ishte jo vetëm amaneti i Donikës që e kishte lënë amanetin tek mbretresha që e dëshmon vetë mbretresha Giovanna III e Aragonezëve, ajo e dëshmon vetë dhe në testamentin e saj, Giovanna III ad Aragona e ka lënë në testament që eshtrat e Donikës të kthehen në atë dheun e saj. Pra, ky amanet i Donikës dhe ky testament i Giovannës III duhet që të vënë në lëvizje jo vetëm shtetin shqiptar me njëherë, por dhe gjithë bashkëdhëtarët tanë, që të bëjnë një rikthim triumfal, të paktën përsëris për momentin të mbretreshës son, e cila shpreh vetë dëshirën e saj që të kthehen eshtrat e saj në vendin origjinës, por dhe të nipit të mbretit ton Gjergj Gjon Kastrioti Skënderbeu. Pra, nëse jeni dakord me këtë, bëni shpërndarje të këtij lajmi që këtu e 500 vite më parë këtu mund të jenë murosur, në këtë kish mund të jenë murosur së bashku me eshtrat, së bashku me trupin e mbretreshës son të asaj kohe, mund të jenë dhe ajo arkë misterioze e cila shoqëroi Donikën gjatë gjithë shtektimit të saj deri në banesën e fundit këtu në santuarin e Shën Trinitas, santuarin mbretëror të Shën Trinitas në Valencia të Spanjës. Pra, hapi parë që duhet bëj shteti jon të hyrë në bisedime, të hyrë në një proces për rikthimin e eshtrave të mbretreshës son, aty ku ajo e la me amanet dhe e la me testament dhe mbretresha Giovanni III është letër e shkruar pra testamenti saj, Giovanna III e Aragonezëve. Pastaj mund të kemi mundësinë mbas një prove të DNA-s të vërtetojmë nëse kemi edhe pak fat që gjejmë dhe këtë kuti të mbyllur që shoqëroi atë deri në banesën e fundit, të vërtetojmë përmes DNA-s nëse kemi të bëjmë dhe me eshtrat e heroit ton të pavdekshëm Gjergj Gjon Kastrioti Skënderbeu. Nga manastiri i Shën Trinitas, nga manastiri mbretëror i Shën Trinitas në Valencia të Spanjës, unë Alban Kraja ju përshëndes dhe ju uroj si gjithmonë çdo të mirë.